Me rastin e 148 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, shoqata Penda organizoi më 10 qershor në sallën e Kuvendit të Komunës së Tuzit një simpozium shkencor kushtuar një prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare. Në këtë simpozium morën pjesë studiues, intelektual, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të interesuar për historinë dhe trashëgiminë kombëtare shqiptare. Qëllimi i simpoziumit ishte të ndriçonte rëndësinë historike dhe politike të lidhjes së Prizrenit si një nga momentet më të rëndësishme në rrugtimin e shqiptarëve për mbrojtjen e trojeve, të drejtave dhe identitetit të tyre kombëtar. Në hapje të simpoziumit, fjalën përshëndetëse e mbajti nënkryetaria e shoqatës Penda, Sidorela Berishaj, e cila theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të promovimit të vlerave kombëtare ndër breza. Të pranishmëve ju drejtua gjithashtu edhe Gjergj Leqeza, konzull nderi i Austrisë në Shkodër, i cili vlerësoi rëndësinë e organizimeve të tilla në ruajtjen e trashëgimisë historike dhe në forcimin e bashkëpunimit kulturor. Më pas, me kumteset e tyre u paraqitën Dom Niku Gzhini, Doktor Nexhat Avdiu, Mark Junçaj dhe Marian Lugjuraj, të cilët trajtuan aspekte të ndryshme historike, politike dhe kulturore të lidhjes së Prizrenit, si dhe ndikimin e saj në formësimin e vetdijes kombëtare shqiptare. Folësit theksuan se idealet e lidhjes së Prizrenit vazhdojnë të mbeten një pikë e rëndësishme referimi për ruajtjen e identitetit kombëtar, gjuhës, kulturës dhe vlerave historike shqiptare, duke dëshmuar aktualitetin e tyre edhe në kohën e sotme. Simpoziumi u vlerësua si një kontribut i rëndësishëm në kultivimin e kujtesës historike dhe në promovimin e studimeve shkencore, kushtuar ngjarjeve që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e popullit shqiptar. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të shoqatës Penda, që përshëndes dhe t'ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë aktivitet të veçantë të organizuar me rastin e përvjetorit të lidhjes së Prizrenit. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar një ngjarje historike, por edhe për të nderuar një moment që përfaqëson vetdijen kombëtare, unitetin dhe përkushtimin e shqiptarëve për ruajtjen e identitetit, kulturës dhe të drejtave të tyre. Lidhja e Prizrenit mbetet një nga gurthemelet më të rëndësishme të historisë sonë, një dëshmi e vizionit, sakrificës dhe përgjegjësisë së brezave që punuan për të ardhmen e kombit. Duke kujtuar këtë ngjarje të madhe, ne njëkohësisht reflektojmë mbi përgjegjësinë që kemi sot për të ruajtur dhe zhvilluar vlerat që na kanë përcjell paraardhësit tanë. Historia nuk është vetëm kujtesës së kaluarës, ajo është udhërrëfyese edhe për të ardhmen. Prandaj, aktivitetet të tilla janë të rëndësishme jo vetëm për të nderuar historinë, por edhe për të edukuar brezat e rinj me frymën e dijes, atë dhe dashurisë dhe përgjegjësisë qytetare. Shoqata Penda, që nga themelimi i saj, ka qenë e përkushtuar në promovimin e dijes, kulturës dhe vlerave kombëtare. Gjatë veprimtarisë sonë deri tani kemi organizuar aktivitete në fusha të ndryshme si nga letërsia, historia, biologjia, shkenca dhe tema të tjera me interes për komunitetin ku jetojmë. Përmes këtyre veprimtarive kemi synuar të krijojmë hapësira ku dia dhe mendimi kritik dhe vlerat njerëzore të takohen dhe të zhvillohen. Ne besojmë se në një shoqëri përparon kur investon në dije, kulturë dhe edukim. Pikërisht për këtë arsye, puna jonë nuk përfundon me një aktivitet apo vetëm me një projekt të vetëm. Përkundrazi, ky është vetëm një hap në rrugtimin tonë të mëtejshëm. Me përkushtim dhe vullnet, do të vazhdojmë të organizojmë aktivitete të reja, të sjellim iniciativa të dobishme dhe të kontribuojmë në forcimin e jetës kulturore, arsimore e shoqërore të vendit tonë. Sot, në këtë simpozium, duke përkujtuar lidhjen e Prizrenit, ne riafirmojmë bindjen se trashëgimia historike, kultura dhe dija janë pasurit më të çmuara që mund t'u lëmë brezave që vijnë. Është detyrë e secilit prej nesh që t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe t'i përcjellim ato me krenari dhe përgjegjësi. Në fund, dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin e këtij aktiviteti, si dhe secilin prej jush për praninë dhe mbështetjen tuaj. Le të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë ura bashkëpunimi, të promovojmë dijen dhe të nderojmë historinë tonë, duke e kthyer atë në frymëzim për brezat e ri. Faleminderit.
Unë kam kënaqësinë që të konstatoj që shoqata Penda po rritet dita ditës dhe si themi ne fillimi i marë është siguri, garanci dhe më shumë se gjysma e punës. Sot në këtë aktivitet duke u nisë edhe nga temat e referuesve që kanë zgjedhur, mendoj se duke kujtu lidhjen, simbolin e lidhjes së Prizrenit, me gjithë interpretimet e ndryshme që besoj se ka nevojë që publiku të jetë i qartë, mendoj që ky simbol është është detyrë jo vetëm që ta kujtojmë, por është edhe një shtys për të ecë përpara në kushte krejt tjera, duke ditë kush jemi, duke ruajtur vlerat historike dhe duke i promovu këta vlera historike për të garantuar përfshirjen e gjithë shqiptarëve në familjen europiane. Pa ju hangër kohë më shumë, ju faleminderes për prezencën, faleminderes për ftesën dhe njëkohësisht shprehje edhe kënaqësinë time që jam këtu edhe si konsull i nderit i Austrisë, një vend historik mik i gjithë shqiptarëve. Faleminderes e suksese. Normalisht na studiusit pak ka herë bëjmë temat të zgjerojmë, po unë do mundohem të jem më shkurt se jam dhe kështu më i mushumi dhe të them ato esencën e asaj çfarë unë kam parë pa për Karl Poten, argjiperzi i Vajt Shkodër, Shkodër dhe kontribusi i tij në lidhjen e Prizrenit. Në fillim të shekullit e 19 Perandoria Osmane paty në një fazë të rrenjes së pakthyeshme. Për të ajo në vitin 1864 ndërmori reforma administrative, duke arritur kontrollin mbi provincat për të forcuar pushtetin qendror. Ajo mohonte zyrtarisht ekzistencën e Shqipërisë etnike dhe dëmtonte unitetin politik të shqiptarëve. Perandoria Osmane, shqiptarët e islamizuar në mas 7%, apo siç shprehet me difrashi 4% e popullsisë, i identifikonin si turq, ata ortodoks si grek dhe katolikët si latin. Kjo dallëzi osmane me vonë për shqiptarët mori për masa tragjike në Kongresin e Berlinit, saqë princi gjerman që ishte edhe më i fuqishmi, Bismarcku në fillimit e kongresit para delegatëve ishte shprehur se kur nuk ishte ndëgjuar se shqiptarët janë komb. Pas vitit të quajtur reform dhe vitet në vazhdim, përhapja e islamizimit në radhë e popullsisë shqiptare, gjendja e tyre mjerueshme në ekonomi, ndalim shkollimit e drejtat e të sunguara të njeriut që ndodheshin nga Tivari, Jeni Pazari që është Noj Pazari sotshëm, deri në Shkup dhe Metej, vazhdimisht të pasqyroheshin në relacionet i pergjive dërguar papatit në Rom. Madje ankesa dhe përkeqëstatimet e besimtarëve shqiptar kishte edhe në adresin e kishës ortodokse serbe greke, si shembull kemi relacionet i pergjive të Shkupit, ku thuhet se patriarkana Pejes, duke bërë pazaret të ndryshme me Stambollin, është duke punuar në dëm të shqiptarëve katolik. Këto veprime dhe të tjera si këto synonin të pengonin formimin e vedijes kombëtare shqiptare dhe si pasojë pengimin e organizimit të lëvizjeve kërngriteve mbar shqiptare, të cilat do krijoheshin permisat për një autonomi të varur nga Stambolli, siç me vonë doli nga lidhja e Prizrenit, apo një pavarësi e plot eventuale nga Stambolli. Porta e lartë në rrogopujën ballkanike, në kuadër të strategjive për të mbajtur sa më gjatë shqiptarët e nënshtruar dhe interesave strategjike në Ballkan, vazhdonte akoma me taktikën e vjetër të identifikonte kombësinë me besimin e tyre. Si rrjedhoi, shqiptarëve nuk u njeh as e drejta e levrimit, as të mësimit në gjuhën amtare, madje as dhe gjuha shqipe ishte ndaluar me ligj. Trajtimi shqiptar në këtë mënyrë i shkonte në përshtatje dhe disa qarqeve ndërkombëtare të besimit ortodoks, si Rusisë, Greqisë, Serbisë dhe Bullgarisë,
të cilët kishin marrë përsipër të hartonin në bazë të parimit të kombësisë një hartë të re politike të Ballkanit. Mirë po, krahas përçarjeve, prezekutimeve, intrigave të skenuara nga Perandruria Osmane dhe lakmive territoriale të shtete ortodokse në Ballkan, shqiptarët e të tri besimeve, duke mbështetur në protokollin e mbretërisë së Austrisë në atë kohë Augsburgut, të viteve të mëparshme dhe të viteve 1937 dhe aty të 1855, të nënshkruar me papatin për mbrojtjen e katolikëve në Ballkan, e gjenin forcën dhe shprehin dëshirën e zjarrt për të mbrojtur lirinë, gjuhën e tyre dhe trojet stërgjyshore, çfarë u reflektua me vonë në organizimin e Lidhjes Prizrenit të vitit 1878. Karl Poten pararoi e Lidhjes Prizrenit. Azhipezhvia e Tivarit, e cila në shekullin e 11 gëzonte primatin mbi dioqezat në veri të Shqipërisë, pjesët e Hercegovinës, Travune, Zahumlja në atë kohë dhe të Serbisë, si histori e tillë, ajo qëndronte në fokusin e vazhdueshëm të politikës dhe diplomacisë së Vjenës. Duke kuptuar se i peshvit ligjërisht kanë rolin kryesor në organizimin e kishës në fushën fetare, kulturore, arsimore, politiko-diplomatike, mbështetur në të drejtën e protokollit, Vjena e shfrytëzoi rastin për të propozuar për argjëpersht e Tivarit njeriun besnik të tyre, gjermanin nga Tevereni i Kölnit, i mzot Karlo Poten. Andra e meshtarit të ri të posa diplomuar në Kolegjin Urbanianu të Romës, ishte veprimtaria misionar në Ballkan. Në fillim shërbeu si misionar dhe diplomat në Bullgari dhe një pjesë të Vllahis për të vijuar për me shumë vite të tjera në Bosnjë. Në vitin 1844, papati e emëroi administrator apostolik të Argjëpezhvisë të Tivarit, ndërsa në vitin 1855 i mzot Poten mori nga papati emërimin si Argjëpezhvi i Tivarit. Imzot Poten, me qenë se edhe me pari ishte marrë me punë diplomatike, shuhej si njos i mirë i çështjes ballkanike dhe njëherëse ishte mik i ngushtë i princit Maksimilian, vllau të mbretit Franz Josefit. Për dallim nga pasardhësit e tij, të cilët pushtetin turk dhaj ortodoks nuk i lejonte të qëndrojnë në Tivar, Poten arriti mendimin e Vjenës që ta udhëziste kryedyqesin nga qyteti, duke ndërtuar po aty selini përshënore dhe në vitin 1857 katedralen, e cila edhe sot qëndron densisht si dëshmitare e rrëbeshit të kohës në lokalitetin Gretfa. Gjatë kohës sa ishte argjëpezhvi i Tivarit, bëri shumë punë, jo vetëm në fushën shpirtërore, por studimore dhe kërkimore, mbi të dhënat konkrete në lidhjen e historisë së shqiptarëve në Ballkan, nga fillimet e shekullit deri në shekullin e 19. Si studius i pret kishte vjel materialet të thukshme nga libri 8 vëllimesh, Illyricum Sacrum, të autorit Danieli Farlati, Koleti dhe Riçiputi, të botuar në Vjenë 1753-1817, duke ndalur tek volumi i 7, për ngallëzoi një përmbledhje kompendium me disa plotësime në gjuhën latine për argjëpezhvinë e tij nga koha e Diokles, viti 450 deri në vitin 1857. Illyricum Sacrum, vepra më e madhe nga historia kishtare politike të popullit të Ballkanit, nxitur për hartim nga Papa Albani XI, në vëllimin e 7 dhe 8 përben elementet themelor të një programi politik kombëtar arbror. Prandaj, edhe pse ky element nuk shfaqet më njëherë në sipërfaqe, por në kokën e Imzot Potenit formulohej si një projekt i mundshëm dhe me kalimin e kohës do shfaqej si një ëndër jo e largët e shqiptarëve për pavarësi, përkundrejt shteteve slave dhe Greqisë në Ballkan, sepse kuptohet grekët nuk ishin slav. Në lidhje me marrëdhëniet e Potenit me princin e ortodoks të Maltezi, i cili kërkonte momentin e favorshëm politik për zërimin në dëm të troje shqiptare, nga korrespondenca e tij me mbretin Nikola i parë, kuptohet ashpërsimi i gjuhës ndaj tij. Në këtë korrespondencë, ndër të tjera, shihet qartë protesta ashpër ndaj presione të ortodoksëve të shfaqur në formën e dëmtimit
të pa drejt të vorrezeve katolike në Podgoricë, që ishte vitit 1863, dhe që në atë kohë kishte shqiptarë në Podgoricë dhe kishin vorret e veta. Vrasja e 1500 banorëve nga malazezët në rastin e themelimit të Tivarit, në rastin e rrethimit të Tivarit në vitin 1877. Djegja e kishës dhe shtëpisë së famullisë në Shestan të Nalt dhe të poshtëm dhe padësive të tjera. Poten, duke mos lënë punë me kaq, çështjen e presionin ndaj shqiptarëve në Tivar, Podgoricë, Kraj, me qëllim shpërnguljes së tyre, do ja paraqiste edhe pranë guvernatorit turk dhe konsulit austriak në Shkodër, duke ngritur atë në nivelet ndërkombëtare. Imzot Karl Poten, edhe kur e pati Selin në Shkodër, shkollimin e brezëve të ri vazhdoi të jetë për të një element kryesor i ngritjes së vëdijes kombëtare. Kjo tregohet nga kujdesi i vazhdueshëm i tij ndaj çështës së arsimit të shqiptarëve në Maltezi, për shkollën dhe mësuesit shqiptar në Ulqin dhe Tivar. Në letrën e tij të vitit 1874 njofton për presionin që i behej nga Mali Zi në fëmijët katolik për të mos frekventuar shkollat katolike në gjuhën shqipe në Tivar dhe Ulqin. Ai në një letër tjetër të vitit 1878 gresh shqetësimin e madh për kthimin e këtyre shkollave shqipe në shkolla ortodokse malazeze. Për këtë diskriminim dhe ngjarje të tjera, kërkonte nga nunci apostolik në Vjenë që të ndërhyjë pranë Ministrisë së Jashtme të Austrisë që kjo të fundit të protestojë tek qeveria maltezi për kthimin e shkollave në gjuhën shqipe. Sipas arkivit të dyqezës së Shkodrës, letra proteste nga Imzot Poten si bari dhe diplomat rreth pengimit të shkollave dhe kthimit të tyre në Shqip ka pasur edhe gjatë të organizimit të lidhjes Prizrenit të vitit 1878 dhe në vazhdime. Ngjarja e cila historikisht kishte shkaktuar tronditje në diplomacinë evropiane në lidhje me gjeopolitikën e re që po përgatitej nga intrigat slavo-ortodokse në Ballkan, ka qenë kërkesa e Imzot Potenit për ndryshimet juridike të strukturës administrative kishtare, duke ju drejtuar Papës së Piut të IX me qëllim që dyqeza Shkodrës të jetë kanonikisht e bashkuar me atë të Tivarit, duke ngritur Shkodrën në pjesëmendje më të lartë kishtar. Ky reagim i Imzot Potenit, që kishte si qëllim frenimin e rrezikut të coptimit të trojeve shqiptare, ishte bërë me konsultim me personat të relevante politikës austriake dhe me papatin, të cilët me këtë vendim donin përforcimin e unitetit kishtar në të gjitha trevat nga Tivari, Prizreni dhe në Shkup, duke vendosur në umbrellën e arxhipëzhvisë të Tivarit dhe të Shkodrës në krye me delegatin apostolik që ishte Karlo Poten. Me këtë qëllim, Papa Pio IX me 15 mars të vitit 1867 çoi dekretin në të njëjtën barazi për bashkimin e dy selive metropolitane të Tivarit me atë të Shkodrës me banim në Shkodër. Në vullin e tij zyrtar që kishte Poten shënohet Karlo Poten, arxhipezh i Tivarit dhe Shkodrës, primat i Serbisë, metropolit i Shqipërisë, vitin 1868. Karlo Poten, duke kuptuar dredhit të diplomacive të shtete ortodokse dhe prandojësës mane ndaj gjeopolitikës së re në Ballkan, me këtë veprim Poten në fakt i kishte futur në pushtetin e tij baritor dhe politik të gjithë shqiptarët, të veriut apo siç i quhen veriun me difrashi të gjithë gegrin nga Gryka Kutorit dhe në Shkup të pjesa ku është Via Ignacia e njoftun. Në këtë drejtim, një mes të madhe në jepte edhe arxhipezhi i Shkupit me Selin i Prizren Imzot Carev, i cili në vitin 1879 me të madhe i kundërshton të generalit famkeq të lidhjes Prizrenit Dervish Pasha, që mirëditorët në rashin Dugaxhin të nënshtroshin urdhrat të sultanit. Madje Carev kërkonte që të jepeshin në administrimin besimtar deri në Salonik. Reagimi i Karl Potenit në këtë formë ndaj rrezikut dhe coptimit të troje hodhi themelët politike të kombit shqiptar, pa dallim feje, dhe i çoi në një dekadë me vonë drejt shpalljes lidhjes së Prizrenit me 10 qershor të vitit 1878, si kundërshtim i vendimeve të Kongresit të Berlinit, ku Shqipëria mjerisht
edhe matej kishte mbetur vazali Turqisë. Disa nga udhëheqësit shqiptarë, me ndalimin e lidhjes së Prizrenit, fizikisht u zhdukën. Të tjerët nga Dervish Pasha në maj të vitit 1881 përfunduan në burgun e Çanakkale's të Stambollit dhe në nëntor të vitit 1883. Ymer Haxhi Prizreni, si person krahas aty Frashit me inspikator i lidhjes, përfundoi tragjikisht në Ulqin në vitin 1886 duke e mallkuar Turqinë. Të gjithë adhëtarët e lidhjes u masakruan me pretekstin se ishin rebelues të Islamit aty të Stambollit. Karl Poten, në anën tjetër vdiq me 14 janar të vitit 1886 dhe u vorros në kriptën e katedrales së Shkodrës, i përcjell nga popullsia e shumt, autoritete vendas dhe trupi diplomatik i akredituar në Shkodër. Menherë pas vdekjes së Ibzat Poten, Mali i Zi si mbretënie pamvarë me kufit e përcaktuar që më parë nga Kongresi i Berlinit, i ofroi papatit në nënshkrimin e një konkordati se si i pari me një shtet slav ortodoks, në kembim të shputjes juridike të Shkodrës nga Tivari, gjë që u realizua me 18 gusht të vitit 1886, duke ja rikthyer Tivajt titullin e mëparshëm. Pas sa ngjarje, kryedyqeza Tivajt kishte marrë tatpjetën, duke nënshtruar asimilimit në aspektin nacional pra shqiptar dhe atij fetar. Lidhja e Prizrenit vërtet u prish nga Dervish Pasha, por guri i themelit i idesë kombëtare dhe dëshirës së nxehtë për një shtet të shqiptar u vue, shprehet Xhafer Belegu. Çdo përvjetor i lidhjes Prizrenit, jubilar apo jo, e ka kështu të domosdoshëm për kujtimin si dhe gjukimin, vlerësimin apo dhe besimin historik, apo mësimet historike, nxjerrë mësime historike për gjeneratën e sotshme, e cila për ngritjen e mirëqenies të kombit, vedijes kombëtare nëpërmjet arsimit, tashmë nuk i pengon as politika e Stambollit, as Berlinit, as Londra, por i pengon shpeshherë vetvetja. Ju falenderoj. Gjatë sherekut të fundit të shekut 19, Malësia e Madhe kaloi nëpër sprova të vështira, saqë shpesh judesht luftoi, do thot, kundër armikut për ekzistencë. Problemet e mëdha për Malësi filluan që nga hyrja e Malit të Zi në luftë kundër perandorisë osmane në vitin 1876, i cili shtet shkeljen e kosisht edhe viset e Malësisë. Sidomos pas kyçjes së Rusisë në luftë dhe disfates së perandorisë osmane kundër saj, Malësia e Madhe u kërcënua me vendimet e Shën Stefanit, traktatit Shën Stefanit, sipas të cilës një pjesë e mirë e saj, do thot, i jepi Malit të Zi. Mirë po, fatbarësisht me intervenimin të Austro-Hungarisë dhe të, do thot, Anglisë në anën tjetër, intervenim diplomatik, ranë po këto vendime dhe u vendos për vendimet e ardhshme po të bëhet rishikimi i vendimeve traktatit Shën Stefanit në kongres që do të bëhej në Berlin. Mirë po, edhe kongresi i Berlinit do thot vazhdoi me këtë politikë, edhe pse në masë më të vogël dhe vendosi apo filloi të themi më mirë coptimin e Malësisë, duke dhënë Malit të Zi ndër tjera trieshin edhe Kojën. Malësorët nga paraqitja e rrezikut të coptimit të viseve të tyre e shprehen pakënaqësinë përmes protestave të shumta. Megjithatë, siç tha me kongresi, nuk i ndryshoi vendimet e sjellura. Njëkohësisht, adhëtarët shqiptar vendosën të mbajnë kuvendin kombëtar në Prizren, në të cilin do të trajtohet e armja e tokave shqiptare. Malësia e Madhe kishte caktuar përfaqësuesit e vet për këtë kuvend, dhe ata ishin Çun Mola për Hot, Baca Kurti për Grud, Nik Gila për Kelment, Gjel Vuksani për Kastrat, si edhe Marashdashi për Shkrel. Këta për shkak se malazezët veç kishin hyrë si shtame në Trish, por edhe në Dinosh, nuk patën mundësi të jenë prezent me dhjetë qershor të vitit 1878. Por me gjithatë shprehen gatishmërinë që t'i pranojnë vendimet e kuvendit të lidhjes, ndërsa në kuvendin që mbajt më vonë në fillim të korrikut, këta vetë ishin prezent, do thot, duke pas parasysh ta persona të cilët i përmenda me Çun Molën, Baca Kurtin e tjerë, por jo vetëm këta, por kanë shkollë të tjerë malësorë si, do thot, përcjellës tyre, por si delegat janë këta të pestë. Pasi që ja kishin lluruar Malit të Zi, Plavën dhe Gucin, dhe Mali i Zi tentoi, do thot, t'i pushtoi këto vise, mirë pa ati hasin e një rezistencë mirë të organizuar, të udhëhequr nga dy figura shumë të rëndësishme të historisë kombëtare, siç janë Ali Pash Gucia dhe Jakub Ferri. Në këto beteja malazezët psuan disfat, sidomos në betejat e Nokshicit, Veliks dhe të Pepajve.
Pasi që Mali i Zi nuk arriti t'i marrë këto territore, filloi të ankohet para fuqive të mëdha, duke akuzuar portën e lartë se nuk po i plotëson vendimet e Kongresit të Berlinit. Fuqitë e mëdha në këtë rast filluan të mendojnë që në vend të plavës të Gucis, ndoshta do të ishte mirë të jepet ndonjë territor tjetër. Këtë për shembull e konfirmon edhe shtypi i kohës konkretisht gazeta malazeze Glas Nogorca e datë 8 shkurt vitit 1880, e cila ndër të tjera shkruan: në shtypin e Evropës po shkruhet se Malit të Zi do t'i dorëzohen toka tjera në vend të plavës dhe Gucis. Dhe mati e vazhdon, sidoqoftë, Mali i Zi, pasi që nuk ka marrë pjesë në Kongres, as nuk mund të kërkoj plavën dhe Gucin, dhe se nuk ka logjik që me gjakun dhe paratë e veta ti përmirësojnë gabimet e fuqive të mëdha. Nga kjo pjesë, domethënë nga ky fragment, qartë vret se Mali i Zi dështimin për marrjen e këtyre tokave që pat do thotë tentativë ti marrë edhe mellon, nuk e pranon se është dështim nga ana e shqiptarëve, ti themi kështu, apo nga disfata që psoi, por u alën fajin fuqive të mëdha. Së shpejti filluan të qarkullojnë zërat se ekziston mundësia që në vend të plavës dhe Gucis, Malit të Zi t'i jepen hoti dhe gruda. Shtrohet pyetja se pse në vend të plavës dhe Gucis, Malit të Zi tani duhet t'i jepen këto pjesë të Malësisë së Madhe. Konti Luiz Korti, veçantë se ishte dhe propozuesi kryesor i këtij shkëmbimi territorial, këtë shkëmbim e argjentonte me faktin se në trevat sidomos të Hotit, edhe të Grudes, edhe në Hot sidomos shumica e banorëve janë besimit katolik, por dhe në Grudi pjesë e mirë, atëherë thoshte se këta nuk do ta kundërshtojnë si të krishterë me të krishterë bashkimin me Malin e Zi. Ky propozim, pra, i quajtur sipas vetë propozuesit projekti i Korti, u zyrtarizua në Stamboll me 18 prill të vitit 1880 me një memorandum që nënshkruan nga përfaqësuesit e fuqive të mëdha. Mirë po, për shqiptarët e vërtet, kjo nuk ka fare rëndësi, sepse në radhë të parë vjen përkatësia kombëtare, pastaj ajo fetare. Por, për fat të keq, këtë gjë nuk e kuptonin fuqitë e mëdha, e në radhë të parë as vetë propozuesi i këtij shkëmbimit Konti, do thotë Luiz Korti. Tani sytë e Evropës dhe të komplet kombi shqiptar ishin drejtuar nga Malësia e Madhe, dhe pyetjet ishin të shumta, si për shembull, a do të përsëritet ajo lavdi e fitoreve shqiptare si në Pla dhe në Guci, apo fatkeqësisht do të plotësohet ai parashikimi i Kontit Korti dhe malësorët do ta pranojnë aneksimin nga shteti malazez. Pra, territori i Malësisë së Madhe në këtë rast dollej para një sprove të rëndë, sepse ishte në pyetje armja e këtij territorit. Mirë po, por sa filluan të qarkullojnë zërat se mund të bëhet ky lloj shkëmbim territoresh, malësorët nuk qëndruan dorë kryq, por në mënyra të ndryshme shprehen shqetësimin dhe pakënaqësinë e tyre. Për shembull, kështu me 1 mars të vitit 1880, malësorët zbritën në Shkodër dhe po atë ditë krerët e Hotit, Grudës, Kilmendit dhe të Kastratit miratuan një peticion drejtuar fuqive të mëdha, ku ndër tjera deklaronin se do ta mbronin tokën e tyre me çdo kusht, pra do thotë, dhe nuk do të lejojnë që të miratohet projekti Korti. Meqense se Malësia e Madhe i takonte vilajetit të Shkodrës, atëherë barra kryesore i takonte Komiteti Ndërkombëtar të Shkodrës, që më njëherë filloi përgatitjet e duhura për mbrojtjen e këtyre vizave. Me 3 prill të vitit 1880, në kuvendin krahinor, në të cilën morën pjesë përfaqësuesit e qytetit të Shkodrës dhe të vetë Malësisë, u vendos që me çdo kusht të mbrohen territoret e Hotit dhe të Grudës, dhe për këtë gjë, me anë të një peticioni, u njoftuan edhe fuqitë e mëdha. Komiteti vazhdoi energjikisht punën e vet, duke formuar me 11 prill të vitit 1880 edhe shtabin ushtarak që do të merrej me mbrojtjen e Malësisë. Në krye të shtabit ushtarak u vendos koloneli Hodo Sokoli, ndërsa pjesëtarët e këtij shtabit si drejtues nga Malësia e Madhe ishin Çun Mula, Smail Marku Camaj, këta ishin nga Hoti, Smail Martini si baraktari i Grudës i Vezaj, Baca Kurti pra nga Gruda, Nik Gila dhe Nik Leka nga Kilmendi, Shaban Elezi, Gjon Deda nga Kastrati e tjerë e tjerë. Fuqitë e mëdha pra nuk i morën fare parasysh këto pakënaqësitë malësorëve dhe si thamë më herët me 18 prill vitit 1880 u miratua ky projekt. Një ditë, pra me 19 prill, pas të nënshkrimit të protokollit të Stambollit, u organizuar një miting madhështor në Shkodër, ku diskutuat gjatë për mbrojtjen e Malësisë. Hodo Sokoli, i cili kishte marrë urdhër bile se ta kryente dorëzimin e këtyre viseve, në atë rast e braktisi detyrën dhe publikisht i hoqi dekoratat dhe gradën osmane, shembullin e të cilit të ndoqën shumë ushtarë shqiptar atë ditë. Gjithashtu, Hodo Sokoli mbajti një fjalim patriotik dhe ndër të tjera ju drejtua bajraktarit të Hotit me fjalet: Bajraktar, kryej detyrën tënde.
atëherë Bajraktari me Atagan preushtizën që bante flamurin Osman dhe e hodhi për tokë. Do thotë se ky ishte si një shenjtë, themi kështu, që dëshmon se pasi që Perandoria Osmane nuk po i mbro këto vise, ne nuk e pranojmë më as Perandorinë, domethënë një farë rebelimit. Në Tuz u mendos shtabi ushtarak dhe aty ishte grumbulluar një numër i madh i vullnetarëve, saqë vlerësohet se numri i tyre sillej diku 8 deri në 10.000 vjet. Erdhi dita e paraparë për dorëzimin e Hotit dhe Grudes, 22 prill i vitit 1880. Atë ditë, sipas marrëveshjes që ishte bërë më herët, u tërhoqën forcat osmane nga këto vise dhe vendin e tyre, se rrishin gatshëm pra, me një herë nxun vullnetarët e lidhjes shqiptare. Gjithashtu, atë ditë, ushtria malazeze e bindur se do të hynte pra pa hasur në ndonjë rezistencë, u nis në drejtim të Tuzit. Mirë po ndeshin e shqiptar që kishin zënë pozicionet të kura e Zhanicës. Me këtë rast, për shembull, na ka mbet shumë e njohur thirrja e Bacakurti i drejtuar bashkëluftëtarëve, që është drejtuar me këtë thirrje. Vllazën, armiku po na mëson. Kush don me dek sot për vend të vet dhe për nder të armëve të veta, të vi pas meje. Në Zhanic u zhvilluan luftime të ashpra, saqë së shpejti duke përdorur edhe armët e ftohta, u kaluan në luftime gjoks me gjoks. Përveç në Zhanic, luftime të ashpra këto ditë janë zhvilluar edhe në Helm, në brizet e lumit Cem Kadinosha dhe nga ana e Mataguzhit. Sikurse më parë, edhe këtë herë shqiptarët treguan heroizëm dhe atë dashuri të lartë. Arritën se një herë të thënë pra ushtrinë malazeze, të cilën e detyruan të turpëruar të tërhiqet në drejtim të Podgoricës. Këtë fitore normal se ngritën edhe më lart vetbesimin dhe entuziazmin tek shqiptarët dhe në këtë mënyrë edhe një herë ju bë me di Evropës se zotë të Shqipërisë janë vetëm shqiptarët dhe se nuk do të djalshojnë askujt as një plan tokë. Lidhur me këtë, një dëshmitar i kohës, atë Pier Battista Grumelli, thotë: nuk i pash me kur shqiptarët kaq të entuziasmuar dhe plot dashuri për Adheun si në atë rast. Ideali i përbashkët ishte që ta mposhnin malin e zi. Po ashtu, qëndrimi i malçorëve bëri që mos të plotësohet as parashikimi i Kortit, i cili tani pati mundësinë ta kuptojë se shqiptari është shqiptar, pa marrë parasysh përkatësinë fetare. Shumë është interesant fakti se për disfatën e epsuar, pra thotë shtypi i kohës sërb, po dhe malazes, sërish fajson Perandorinë Osmane, e minimizon humbjen dhe shpesh bilen disa raste dhe injoron fare. Shumica e studiuesve edhe sot, sërbo-shqiptar, që janë marrë me këtë problematik, pra do thotë, qofshin të kohëve më të hershme apo dhe pra do thotë fishtame dhe të sotshme, betejat për mbrojtjen e malësisë i paraqesin sikurse u shtypi atyre ditëve, pra ose ndonjëherë ja na shkalojnë më një herë nga plava e Gucia kalojnë në rastin e Ulçinit. Me qenë se ushtria osmane ishte larguar, ushtria malazeze ishte mposhtur dhe tërhequr, Hoti dhe Gruda me qendër Tuzin ishin faktikisht në drejtimin e organeve të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në udhëheqjen e Hodës Sokolit. Kjo gjendje do të mbizotrojë për mes 8 muaj të plot, që nga 22 prilli deri me 28 dhjetor të vitit 1880. Këtë mesamirin e dëshmon edhe fakti, kur me 27 prill shqiptarët e mbyllën bunën, dhe në këtë mënyrë, në këtë drejtim, i ndaluan tregtinë malit të zi. Po ashtu, edhe shtypi i huaj informonte për një gjendje diçka të tillë. Siç është rasti me gazetën italiane L'Osservatore, për shembull Romano, e datës 5 maj të vitit 1880, e cila ndër të tjera shkruan: Porta e ka humbur autoritetin e vet në vizër shqiptare sepse aty mbretëron lidhja. Me qenë se ishte e qartë se Hoti dhe Gruda nuk do të dorëzoshin, dhe se vetë për shkak të mos pajtimit, pra thot mes tyre, nuk mund të ndërhynin ushtarakisht, fuqitë e mëdha filluan të përgatisnin një projekt të ri, i cili parashikonte që mali të zi tani të jepet në ndonjë vend tjetër, dhe së fundit me 26 qershor u vendos se të jepet Ulçini. Me në fund mund të themi se me mbrojtjen e viseve shqiptare, sidomos me mbrojtjen e malësisë së madhe, u tregua niveli i lartë i ndërgjegjës kombëtare dhe ja dhe dashurisë. Mergjenë shqiptare të drejtuar nga lidhja shqiptare, i bën me di edhe Evropës se për shqiptarët në radhë të parë, si thash më herët, vjen kombësia. Dhe se pa marrë parasysh se kush do të jetë armiku, malësorët nuk do lëshojnë asnjë plan tokë pa me larë me gjak. Po ashtu, malësorët në çdo kohë, kur e kërkojnë nevoja, me gjakun e vetë mbrojtjen Adheun e tyre të shtrejtë, malësinë e madhe, për të cilën asnjëherë asgjë nuk kursyen dhe dëshira e tyre, e cila fatkeqësisht nuk u plotësua, ishte vetëm që të mbesin aty ku kanë vendin brenda kufive të Shqipërisë. Faleminderit për vëmendjen.
Kontesa ime për ditën e sotme ka të bëjë me krizën e ulqinit si pikë kthese në radikalizimin e programit politik të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën organizimin e parë politik gjithkombëtar të shqiptarëve në fund të shekullit të 19. Ajo u krijua në rrethanat e ndërlikuara politike pas vendimeve të Kongresit të Berlinit të vitit 1878, të cilat parashikonin coptimin e territorëve të banuara nga shqiptarët dhe kalimin e tyre në favor të shteteve fqinje. Në fazën e parë të veprimtarisë së saj, lidhja kishte si synim kryesor mbrojtjen e tërësisë territoriale shqiptare dhe ruajtjen e lidhjeve me Perandorinë Osmane, duke besuar se interesat kombëtare mund të mbroheshin brenda kuadrit të saj institucional. Megjithatë, zhvillimet politike ndërmjet viteve 1879-1880 treguan se Porta e Lartë nuk ishte e gatshme të kundërshtonte presionin e fuqive të mëdha në mbrojtje të trojeve shqiptare. Në këtë kontekst, kriza e ulqinit e vitit 1880 shënoi një moment vendimtar në evolucionin politik të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dorëzimi i ulqinit Malit të Zi jo vetëm që shkaktoi pakënaqësi të madhe të shqiptarët, por ndikoi drejt për drejt në radikalizimin e programit politik të lidhjes dhe në kalimin e saj nga një lëvizje mbrojtëse në një organizatë me synime të qarta autonomiste. Pas rezistencës së suksesshme shqiptare në mbrojtje të Plavës dhe Gucis gjatë viteve 1879-1880, fuqitë e mëdha kërkuan një zgjidhje tjetër për kompensimin territorial të Malit të Zi. Si rezultat, ato vendosin që këtij shteti t'i jepej ulqini me rrethinat e tij. Ky vendim u kundërshtua menjëherë nga popullsia shqiptare dhe nga organet e lidhjes shqiptare të Prizrenit, të cilat e konsideruan atë një cenim të drejtë për drejtë të integritetit territorial shqiptar. Ulqini kishte një rëndësi të veçantë strategjike, ekonomike dhe kombëtare. Si një qendër e rëndësishme bregdetare në Adriatik, ai përfaqësonte jo vetëm një territor me shumicë shqiptare, por edhe një nyje të rëndësishme tregtare dhe detare. Për këtë arsye, vendimi për dorëzimin e tij u perceptua si një kërcenim serioz për të ardhmen politike dhe ekonomike të shqiptarëve. Në verën dhe vjeshtën e vitit 1880, forcat e lidhjes organizuan mbrojtjen e qytetit dhe mobilizuan mijëra luftetar nga trevat e ndryshme shqiptare. Në këtë periudhë, lidhja tregon një nivel të lartë organizimi politik dhe ushtarak, duke vepruar gjithnjë më shumë si një autoritet kombëtar. Megjithatë, presioni i flotave detare të fuqive të mëdha dhe ultimatumet diplomatike ndaj Perandorisë Osmane e detyruan Portën e Lartë të ndërmarrë veprime kundër vetë shqiptarëve. Dërgimi i forcave Osmane në komandën e Dervish Pashës dhe dorëzimi i ulqinit Malit të Zi në nëntor të vitit 1880 përbënë një goditje të rëndë për shqiptarët. Për herë të parë u bë qartë se interesat e Perandorisë Osmane nuk përputheshin me interesat kombëtare shqiptare. Ky moment shënoi fillimin e një ndryshimi të thellë në orientimin politik të lidhjes së Prizrenit. Dorëzimi i ulqinit ndikoi fuqishëm në ndryshimin e raportit të forcave brenda lidhjes shqiptare të Prizrenit. Deri në atë kohë në udhëheqjen e saj bashkëjetonin dy prirje kryesore: krahu i moderuar, i cili synonte realizimin e kërkesave shqiptare në bashkëpunim me Perandorinë Osmane, dhe krahu radikal, i cili kërkonte masa me të vendosura për sigurimin e të drejtave kombëtare. Ngjarjet e vitit 1880 dëshmuan dështimin e politikës së moderuar. Porta e Lartë jo vetëm që nuk mbrojti ulqinin, por përdori forcën ushtarake për të imponuar zbatimin e vendimeve ndërkombëtare. Si rrjedhoi, besimi të autoritetet osmane u dobësuan ndjeshëm dhe u krijuan kushtet e favorshme për forcimin e krahut radikal. Në këtë proces, rol të rëndësishëm luajti figura e Abdyl Frashërit, i cili argumentonte se shqiptarët duhet të organizoheshin politikisht dhe administrativisht për të mbrojtur vetë interesat e tyre kombëtare. Sipas tij, vetëm bashkimi i vilajeteve shqiptare në një njësi të vetme administrative dhe fitimi i autonomisë mund të garantonte mbijetesën politike të kombit shqiptar. Kuvendet e mbajtura gjatë vitit 1880 shënuan përparimin e këtyre ideve. Në to u formuluan kërkesa më të qarta për autonomi, për krijimin e institucioneve administrative shqiptare dhe për organizimin e forcave vendore të sigurisë. Këto zhvillime tregojnë
se kriza e Ulqinit nuk ishte thjesht një konflikt territorial, por një ngjarje me pasoja të gjëra politike dhe ideologjike. Një nga pasojat më të rëndësishme të krizës së Ulqinit ishte transformimi i objektivave politike të lidhjes së Prizrenit. Në periudhën 1878-1880, aktiviteti i saj ishte përqendruar kryesisht në mbrojtjen e territorit shqiptar nga coptimi. Pas vitit 1880, kjo strategji u plotësua me një program më të avancuar politik që synonte krijimin e një autonomie shqiptare brenda Perandorisë Osmane. Ky transformim nuk përfaqësonte një shkëputje të menjëhershme nga Perandoria Osmane, por një përpjekje për të siguruar veçëvërisje në fushën administrative, gjyqësore, ushtarake dhe arsimore. Shqiptarët kërkonin bashkimin e vilajeteve, ku ata përbënin shumicën e popullsisë dhe administrimin e tyre nga autoritetet vendore. Në fillim të vitit 1881, lidhja ndërmori hapa konkrete për realizimin e këtij projekti. Në disa zona shqiptare u krijuan organet e vet administrimit dhe u kufizua ndikimi i administratës osmane. Këto veprime dëshmojnë se lidhja kishte kaluar nga faza e rezistencës territoriale në fazën e ndërtimit të një programi politik kombëtar. Për Perandorinë Osmane, këto zhvillime përbënin një sfidë serioze ndaj autoritetit të saj. Për këtë arsye, në pranverën e vitit 1881, Porta e Lartë ndërmori një fushat ushtarake kundër lidhjes shqiptare të Prizrenit, duke e shtypur atë me forcë. Megjithse, organizata u shpërbën, idetë e saj politike mbeten themel i lëvizjes kombëtare shqiptare në dekadat që pasuan. Si përfundim, mund të them se kriza e Ulqinit e vitit 1880 përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë politike të shqiptarëve gjatë rilindjes kombëtare. Dorëzimi i Ulqinit me 26 nëntor 1880 në Malit të Zi, nën presionin e fuqive të mëdha dhe me ndërhyrjen e Perandorisë Osmane, dëshmoi kufijtë e politikës osmane në mbrojtjen e interesave shqiptare. Kjo ngjarje shkaktoi zhgënjim të thellë në opinionin shqiptar dhe forcoi bindjen se mbrojtja e të drejtave kombëtare kërkonte organizim të pavarur politik. Si rezultat, krahu radikal i lidhjes fitoi ndikim më të madh dhe programi politik i organizatës mori një karakter më të avancuar autonomist. Kërkesat për bashkimin e vilajeteve shqiptare, veçëvërisjen administrative dhe krijimin e institucione kombëtare u shndruan në objektiva qendrore të lëvizjes. Në këtë kuptim, kriza e Ulqinit përfaqëson pikën e kthesë që e transformoi lidhjen shqiptare të Prizrenit nga një organizatë mbrojtëse në një lëvizje politike kombëtare me aspirate të qarta për autonomi dhe vetëvendosje. Faleminderit. Kontesa të cilën do të trajtoj sot është lidhja e Prizrenit me veprën lahute e malësisë të autorit Gjersfishta. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare. E krijuar me 10 qershor 1878, ajo shënoi organizimin e parë ndër më të mëdhenj për mbrojtjen e trojeve etnike dhe të identitetit kombëtar. Në kohën kur fuqitë e mëdha dhe shtetet fqinje synonin coptimin e tokave shqiptare, lidhja e Prizrenit u shndrua në simbol të bashkimit dhe të rezistencës kombëtare. Kjo ngjarje historike ka gjetur pasqyrim të fuqishëm edhe në letërsinë shqiptare, veçanërisht në kryeveprën Lahuta e malësisë të Gjersfishtës. Në këtë vepër epike, autori përjetëson heroizmin e shqiptarëve, luftën për liri dhe përpjekjet për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Fishta nuk e paraqet vetëm si një ngjarje historike, por si një ideal kombëtar që bashkon shqiptarët përtej dallimeve fetare. Nëpërmjet kësaj kumtese do të trajtohet rëndësia lidhjes së Prizrenit dhe mënyra se si ajo pasqyrohet në Lahutën e malësisë, duke analizuar figurat kryesore, frymën patriotike dhe mesazhin kombëtar që përcjell vepra. Në fund të shekullit 19, Perandoria Osmane po kalonte një periudhë të dobësimit të madh politik dhe ushtarak. Pas luftës së ruso-turke të viteve 1877-78, fuqitë e mëdha vendosën të rishikonin kufijtë në Ballkan. Kongresi i Berlinit parashikonte dhënien e shumë trojeve shqiptare Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Kjo situatë krijoi rrezikun e coptimit të territoreve shqiptare dhe kështu nxiti reagimin e patriotëve shqiptar. Prandaj, përballë këtij rreziku, me 10 qershor 1878 u themelua lidhja e Prizrenit. Atë Gjersfishta,
është një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Është poet, shkrimtar, publicist dhe patriot, i cili ja kushtoi krijimtarinë e tij çështjes kombëtare shqiptare. Kryevepra e tij Lahuta e Malësisë konsiderohet epopeja kombëtare e shqiptarëve. Në këtë vepër, lidhja e Prizrenit paraqitet si një moment historik vendimtar për fatin e kombit shqiptar. Autori jep rëndësi të madhe bashkimit të shqiptarëve dhe sakrificës për Adleun. Fishta përshkruan me emocion e krenari mobilizimin e shqiptarëve për mbrojtjen e trojeve nga coptimi. Një nga temat kryesore të veprës është lufta kundër pushtuesve dhe kundërshtarëve të çështjes shqiptare. Shqiptarët paraqiten si trimall të gatshëm të sakrifikojnë jetën e vet për Adleun. Një element shumë i rëndësishëm në Lahutën e Malësisë janë figurat patriotike dhe heroike. Fishta përjetëson shumë luftëtarë dhe prinjësh shqiptarë që morën pjesë në mbrojtjen e trojeve shqiptare dhe në lëvizjen kombëtare të kohës. Personazhet në 4 këngët që trajtojnë lidhjen e Prizrenit në Lahutën e Malësisë janë si historike, po dhe mitologjike. Ndër personazhet historike më të rëndësishme janë Ali Pash Gucia, i cili del si udhëheqës i vendosur për mbrojtjen e trojeve shqiptare, Mehmet Ali Pasha, përfaqësuesi i Perëndërisë Osmane, si dhe krerët dhe luftarët shqiptarë që marrin pjesë në lidhjen e Prizrenit. Ndër personazhet kundërshtare përmendet Kjaz Nikolaj Malizi dhe përfaqësues të fuqive që synonin coptimin e trojeve shqiptare. Krahas tyre, Fishta përdor edhe personazhe mitologjike si Zana e Malit, Ora e Shqipërisë dhe Lugati, të cilat i japin veprës një dimension legjendar. Zana dhe Ora simbolizojnë mbrojtjen, trimërinë dhe fatin e shqiptarëve, ndërsa Lugati paraqet forcat e këqija dhe rreziqet që kërcënojnë kombin. Ndërmjet këtyre personazheve, autori pasqyron luftën për liri, bashkinë kombëtar dhe mbrojtjen e Adleut. Për Ali Pash Gucin, Fishta shkruan, të kënga lidhja e Prizrenit faqe 147. E mather shka ato skegek, mblidhen tokë si kokrat në shek, e tinapim turk ku të shtymen, që s'ndron vesin veç se qymen, e ta elshojmë krye picin gull, t'ja thejmë zverku në Mosul. Pra ju burra, unë kish më thanë, këtu fjalë tjetër mos me zanë, veç me hi, me shkruni letër, me kanut vjetër, për 7 kralë al mbledh në Berlin, që pa ushterë undri e shkumbim, edhe buona për pa u tha, na për gjallë nuk rrim në nshkja. Këto vargje tregojnë thirrjen për bashkimin kombëtar ndërmjet gegëve dhe toskëve për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Fishta i paraqet këta heronj jo vetëm si luftëtar, por edhe si mbrojtës të identitetit kombëtar. Ata janë shembull i frymëzimi për brezat e arshëm që simbolizojnë shpirtin e pathyeshëm të shqiptarëve. Fishta mbështetet shumë në traditën e këngëve epike shqiptare dhe në ritmin e lahutës, instrumentit tradicional të malësorëve. Kjo jep veprës një karakter të fuqishëm kombëtar dhe e bën më të afërt me popullin. Këto vargje tregojnë fuqinë dhe vendosmërinë e luftëtarëve shqiptarë në betejë, pra porosia e vargjeve është se liria dhe mbrojtja e Adleut kërkojnë sakrificë, unitet dhe guxim. Fishta tregon se shqiptarët mund të përballojnë rreziqet vetëm nëse janë të bashkuar. Kështu mund të themi se Fishta përjetëson heroizmin, sakrificën dhe bashkimin e shqiptarëve. Ai e paraqet lidhjen e Prizrenit si simbol të ndërgjegjësimit kombëtar dhe të luftës për liri. Përmes figurave heroike, gjuhës epike dhe frymës patriotike, autori krijon një vepër me vlera të mëdha letrare dhe historike. Prandaj mund të themi se Lahuta e Malësisë mbetet një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare dhe një monument i identitetit kombëtar. Në këtë poemë epike autori trajton ngjarje historike të rëndësishme të shekullit 19, ndër të cilat zë vend qendrore lidhja shqiptare e Prizrenit e vitit 1878. Kjo ngjarje paraqitet si moment vendimtar i bashkimit kombëtar për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Kumtesa synon të analizojë mënyrën se si Fishta e ndërton figurën e lidhjes së Prizrenit përmes elementeve historike, gjuhësore dhe artistike, duke shndruar atë në simbol të vetdijes kombëtare shqiptare. Xherz Fishta, i frymëzuar nga kjo ngjarje historike, i kushton këngë të veçantë në Lahutën e Malësisë, ku përshkruan mbledhjen e krerëve shqiptar në Prizren dhe betimin e tyre për mbrojtjen e Adleut. Përmes vargut epik dhe gjuhës së pasur artistike, autori ngre lidhjen e Prizrenit në nivelin e një ngjarje heroike me rëndësi kombëtare. Në këngën Lidhja e Prizrenit, Fishta përdor një fjalor të pasur tradicional shqiptar, i cili buron nga jeta, zakonet dhe kultura e popullit. Fjala si bajraktar, vojvod, bes, kanu, kren, zabel dhe adle pasqyrojnë organizimin shoqëror dhe botkuptimin e shqiptarëve të kohës. Ky leksik popullor jep veprës autenticitet dhe e lidh ngushtë me traditën historike e kulturore shqiptare. Përmes këtyre njësive gjuhësore,
autori jo vetëm shëruan trashëgiminë kombëtare, por dhe forcon ndjenjen e identitetit dhe përkatësisë kombëtare. Fishta përdor shpesh shprehje idiomatike dhe proverbiale që pasurojnë gjuhën e poemës dhe afrojnë atë me ligjërimin popullor. Shprehje si me lill bes, me dal Zot vedit, me a thë fjalën apo me e fal jetën për atë, përbajnë kuptime figurative që lidhen me nderin, besnikrinë dhe sakrificën. Këto njësi frazeologjike bartin urtësinë popullore dhe shërbejnë për të theksuar vlerat morale të shqiptarëve. Përdorimi i tyre e bën tekstin më të gjallë, më bindës dhe më pranë traditës gojore. Një karakteristikë e rëndësishme gjuhësore e poemës është përdorimi i formave arkaike të cilat pasqyrojnë gjendjen historike të Shqipës në fund të shekullit 19 dhe fillim shekullit 20. Forma si shqiptari, ata, kje, ka, mbreti Stamolls, apo mushtrua, dëshmojnë tiparet e hershme të gëgrishtes veriore. Këto forma jo vetëm qërujnë vlera historike e dialektore, por dhe ndihmojnë në krijimin e atmosferës së kohës të përshkruar. Përmes tyre, vepra fiton karakter dokumentues dhe bëhet një burim i rëndësishëm për studimin e historisë së gjuhës shqipe. Ritmi dhe muzikaliteti epik përbën një nga tiparet më dalluese të lahutës së malësisë. Vargjet e fishtës ndërtohen mbi përsëritje, paralelizma dhe intonacione karakteristike të poezisë gojore shqiptare, duke krijuar një rrjedhshmëri të veçantë artistike. Këto vlera e afrojnë poemën me traditën e këndjeve të kreshnikëve, ku trimëria, heroizmi dhe mbrojtja e dheut zën vend qendror. Muzikaliteti i vargut e bën tekstin të përshtatshëm për recitim dhe këndim, duke ruajtur lidhjen me traditën folklorike nga e cila fishta mori frymëzim për krijimin e veprës së tij monumentale. Toponimet zënë një vend të rëndësishëm në këngën e Lilës Prizrenit, pasi ato shërbejnë për të konkretizuar hapësirën historike dhe gjeografike ku zhvillohen ngjarjet. Xherz Fishta përmend një numër të madh vendesh shqiptare dhe ballkanike, si Prizreni, Shkodra, Plava, Gucia, Peja, Kosova, Drini, Cemi, Lubotini, Shari, Berati, Mirdita, Hoti, Shalja, Kastrati dhe të tjera. Këto toponime nuk përdoren vetëm për të përcaktuar vendodhjen e ngjarjeve, por dhe për të theksuar shtrirën e gjerë të trojeve shqiptare dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga krahinat të ndryshme në lidhjen e Prizrenit. Përmes tyre, autori krijon një hartë poetike të kombit shqiptar, duke forcuar idenë e unitetit kombëtar dhe të përkatësisë së përbashkët historike. Njëkohësisht, toponimet i japin veprës vlerë dokumentare, pasi pasqyrojnë realitetin gjeografik dhe politik të kohës kur zhvilluan ngjarjet e përshkruara. Në Prizren na janë bashkua për me folë me bisedua shqiptarinë se si me pështua, prej çapojve të Malizi që kanë dyndun tope ushtri me hin Plau, me hin Guci, me marr Shkodrën, me Malsi, deri kunda vendi me Drinj. Në këngën Lidhja Prizrenit Xherz Fishta sjell elemente të shumta të urtësisë popullore shqiptare, të cilat shfaqen në formën e fjalëve të urta dhe shprehjeve me vlerë morale. Edhe pse jo gjithmonë paraqiten si proverba të mirëfillta, shumë vargje bartin kuptime të përgjithshme që pasqyrojnë përvojën dhe filozofinë jetësore të popullit. Shprehjet e tilla si mbresh shqiptari është në vend vet, na rob si bahna kuj dhe kush ani pashi kastriotit që ka nder e nuk bankore, përçojnë ide mbi lirinë, nderin, krenarinë dhe dashurinë për vëllën. Këto mendime të urta forcojnë karakterin patriotik të veprës dhe shërbejnë si mesazhe edukative për brezat. Përmes tyre Fishta e lidh poemën me traditën gojore shqiptare, duke ruajtur dhe përcjell vlerat morale e kombëtare të popullit shqiptar. Kënga Lidhjes së Prizrenit është e pasur me figura letrare që japin forcë artistike dhe madhështi epike rrëfimit. Xherz Fishta përdor krahasimin, metaforën, hiperbolën, epitetin dhe personifikimin për të lartësuar figurat historike dhe për të theksuar rëndësinë e ngjarjeve. Për shembull, Ali Pasha krahasohet me Nirod Dragoj, duke e paraqitur si hero me fuqi të jashtëzakonshme. Në vargjet ku përmendet ora e bardhë e shqiptarisë kemi personifikim, pasi fati dhe mbrojtja e Shqipërisë paraqiten si qenie të gjalla. Hiperbolat përdoren për të mallështuar trimërinë e shqiptarëve në luftat e tyre, ndërsa epitetet si zemër bujar, burratur dhe trima luftar nxjerrin në pah cilësitë morale dhe heroike të personazheve. Këto figura letrare e bëjnë poemën më të gjallë, më emocionuese dhe afrojnë me traditën e epikës popullore shqiptare. Do t'ilustrojmë me disa shembuj nga vepra. Thonë me këmishë e bani nana, edhe thonë ka le drague, pse 3 zemra i kanë qellue, pse i ka 3 pupla të arta, për nën krah të arme të larta, prandaj plumja më të nuk ngullet, më të tagani edhe përkullet. Pamje tjetër, Ali Pasha e Haxhi Zeka, burra lill me besh shqiptare si 2 plumbën xheverdare, kanë nga 10 faqe që në 10 vargu 15-17,
mi u ban lambi sa deri shoku shtrimin Tosken Ge, kanë nga 8, faqe 89, vargu 226-230, Ali Pasha i Gucis, Hillet Gjokut Porsizana në Mal Tomorit, kanë nga 8, faqe 82, vargu 10-11, është Shqipnia do të kërkoj medalën vedi si Serbia, si Greqia, Bulgaria, kanë nga 11, faqe 131, vargu 267-269. Analiza e këngës lidhja e Prishtinës në lahutën e Malësisë tregon se Gjergj Fishta e trajton këtë ngjarje si simbol të bashkimit kombëtar dhe të qendresës shqiptare. Përmes figurave historike, elementeve mitologjike dhe gjuhës së pasur artistike, autori krijon një vizion heroik të lidhjes së Prizrenit. Poema shërben jo vetëm si dëshmi letrare një ngjarje historike, por edhe si dokument kulturor që pasqyron idealet e rilindjes kombëtare shqiptare. Në këtë mënyrë, Fishta e përjetëson lidhjen e Prizrenit si një nga momentet themelore të historisë dhe identitetit shqiptar. Varianti i plot i këtij studimi, pra i kësaj kontese, është dërguar në botim në Institutin e Albanologjisë në Prishtinë, kështu do të keni mundësi edhe të zgjeroheni më shumë. Ju falenderoj për vëmendjen.